Krahas qarkullimit të dendur të automjeteve gjatë orëve të ditës, të tërheq vëmendjen pastrimi i rrugëve të qytetit nga firma e pastrimit deri në mesditë, duke ngritur tymë dhe duke ngarkuar ajrin me grimca pluri, të cilat i shtohen substancave të dëmshme për shëndetin, të cilat qarkullojnë në ajër. Këtë pastrim në mes të ditës, kur edhe është qarkullimi më i madh i mjeteve dhe njerëzve, kritikojnë edhe vetë qytetarët, të cilët kërkojnë që kjo punë të bëhet në orët e para të mëngjesit dhe jo në pikun e ditës, pasi gjithë pluhuri futet në mushkëritë e tyre. Jo, mirë. Që moti bëni natën pastroni të fshesat dilnin, tash i kanë makina të dalin natën, ditën duhet jetë e pastruar. A i ku makina tani, po fshinte pluri u ngrit për pjetë, vetë jo. Është e dëmshme. Është e dëmshme. Ndoni se ndikon në shëndet? Patjetër. Krahas trotuarëve, kjo metodë pastrimit të rrugëve dhe bulevardeve të qytetit, madje edhe unazës, është pozitiv, por problemi qëndron tek ora e papërshtatshme, kur kjo makineri qarkullon në qytet duke u bërë shqetësim dhe bezdisje për banorët të cilët shpesh ankohen për ngarkesën e lartë të pluhurit në ajër.